Publike Sokol Uldashi inspektoi sot punimet e nisura në aksin rrugor Shkodër-Hani i Hotit, pasi pa punimet e bëra në kilometrat e para të kësaj rruge. Ministri Uldashi bëri të ditur se brenda 3 muajve të ardhshëm duke nisur nga dita e sotme do të hapen pjesë të rëndësishme të këtij aksi, duke ndikuar në përmirësimin e trafikut në këtë segment. Ka nisur të asfaltohen kilometrat e para të segmentit rrugor Shkodër-Hani i Hotit, por katësisht në segmentin në dalje të Kopikut, si dhe në bypassin e Bajzës. Punimet në këtë aks të rëndësishëm për pjesën veriore të vendit i ka inspektuar Ministri i Punëve Publike Sokol Uldashi, cili bëri të ditur se brenda 3 muajve të ardhshëm, duke nisur nga dita e sotme, do të hapen pjesë të rëndësishme të këtij aksi, duke ndikuar në përmirësimin e trafikut në këtë segment. Pam si është, pam si po bëhet, pam edhe disa segmente se si do të jetë në përfundim të punimeve. Ajo që unë do doja të veçoja është fakti që kemi kaluar fazën më të vështirë të punimeve, fazën që ka të bëjë me punimet e nëntokës në pjesën urbane të rrugës, por edhe me pjesën e shpronësimeve që gjithmonë paraqesin problematika specifike. Tashmë kemi kaluar atë fazë, jemi duke ecur shpejt në fazët e tjera të ndërtimit të rrugës, në mbushje, në rilevimet dhe sikur se shikoni në disa për segmenteve të rrugës ka filluar shtesat e asfaltit. Ndër të tjera, ministri theksoi se aksi është duke ecur shpejt drejt fazave të tjera të ndërtimit të rrugës, në mbushjen, në rilevimet, si dhe në disa segmente dhe në shtrimin e asfaltit. Ndërtimi i këtij segmenti bëhet me bashkëfinancim të qeverisë italiane prej 21.7 milion euro, pjesa e tyre, dhe qeveria shqiptare rreth 10 milion. Vlera totale e projektit arrin në 31.5 milion euro dhe gjatësia e rrugës është 39 kilometra.